Po thoni ju që jam të bëune. Unë jam të prit. Që jam të prit me mu këthy ishi. Sepse Venera është retro, miqtemi. Venera retro na i këthen ishat. Data 1 mars deri me 12 prill. A fat sa dush. Me në u këthy ish të dashurit, ish shok, njerëzit me cilë kena pas diku raporte. Kjo është periuda ma shkëllqyme që ata me ardhë edhe këto të na, edhe me i shqaru në punë nëse kena që ka me shqaru. Nëse s'kena që ka me shqaru, s'kena që ka me bo. Venera është planeta e cilë na i bjen dashurin, paret. Atë ma të bukra mo, mund vesh. Kryesorja, Venera për momentin është shku retro edhe na i sjell dashurit e vjetra, por edhe paret në vonojnë, kështu që mos u bani nervoz rreth pareve. Është në fushën e dashit, do të kthehet në peshqi edhe prap kthehen te dashi. Venera në dashi është energjike ajo, lufton edhe mundohet sa më parë me arrit qëllimet e veta, kurse Venera në peshqi është shumë romantike, shumë e thellë, mbrendësinë e vet, shumë pikpyetje, shumë e pasigurt në veti, por shumë emocionale. Dhe me thonë, na kena me ndru kjo Venera kësaj radhe, ka me ndru energji ekstreme, prej asaj euforikës dhe të shpejtës, në atë romantiken edhe të pakënaqëren. Prap euforike. Mirë burrat me neve, mirë na me ta. Pasheja e ke ishin ti. A ka mu kthy, as ka mu kthy. Në cilën fush, të hartës tonë natale është Venera retro, edhe që ka në fakt sigurisht ka me të vru. Atë mundesh me ditë nëse e ke një termin me mu, atë mundesh me pas nëse lajmërohesh në inbox, ose në numrin e telefonit afishuar këtë poshtë. E deri atëherë, duhesh me qenë shumë e butë me veten, edhe kujdesshëm me të tjerët. Mirupafshim.